Administrata e Bashkisë së Lezhës ka lënë shërbimin ndaj qytetarëve për të qenë në çadrën e vendosur para kryeministrisë nga Partia Demokratike. Këtë akuzë ka ngritur kryetaria e Partisë Socialiste në Lezhë Ardiana Jaku, sipas së cilës ky është një fakt i pakontestueshëm dhe lehtësisht gjen zyra bosh dhe qytetarë që presin për të marrë shërbime. Nëse kryetari i Partisë Demokratike e qan hallin dhe merakoset Partisë Socialiste Lezhë, në fakt unë e këshilloj shumë miqësisht, shumë qetësisht që të shikoj pozicionin e vet edhe të shikoj dhe të marrë angazhim që të ofroj shërbimet të cilat duhet t'i ofroj në ato bashki ku ka marrë përsipër dhe është votuar nga qytetarët. Menjëherë ka ardhur reagimi i Bashkisë së Lezhës, që nëpërmjet nënkryetarës Alfrida Marku ka sqaruar se askush nuk imponon qytetarët dhe as administratën për të protestuar ndaj padrejtësive, ndërsa shton se asnjë shërbim nuk do u mungoj. Çdo qytetar e ritheksoi ka të drejtë që të ushtrojë të drejtën kushtetuese legjitime për të kundërshtuar të qeverisë të inkriminuar. E ritheksoi që asnjë shërbim që ofron Bashkia Lezhë në të gjitha njësitë administrative nuk do të mungojë qytetarëve banorëve lezhjanë. Bashkia e Lezhës, e drejtuar nga demokratët, një herë në javë shkon në çadrën e vendosur në Tiranë.